Familja Shahini nga Gostivari po përjeton ditët më të vështira të jetës së tyre të zhytur në skamje, në një dhomë me qira, pa bukë dhe pa drunj për ngrohje. Ata presin ndihmën e njerëzve që kanë mundësi t'u lehtësojnë dhimbjet e varfërisë, të cilat llogaritën të jenë ndër provat më të rënda jetësore. Të gjithë ata që do shprehin ngadishmëri për t'i zgjatur dorën kësaj familje, le t'i kontaktojnë në telefonin numër 071 655 428. Prej se ridhan ke dunja, baba ishte fukara, her pa hanger, her pa pi, më shkoj mu kjo femiri. Nermine Shahini është një nënë e 2 fëmijëve e cila çdo ditë po lëndohet deri në dhimbje kur fëmijët e saj, njëri 5 dhe tjetri 6 vjeçar, i thonë se a kemi sot për të ngrënë bukë. Ajo jeton në një dhomë me qira për të cilën çdo muaj duhet të paguajë nga 130 euro, ndërsa ndihmë sociale merr vetëm 3000 denar. Gjatë kohës së verës e kam pak më të lehtë për ta nxjerrë kafshatën e gojës nga që burri angazhohet me punë fizike kudo që e kërkojnë, por tani ata janë bllokuar nga të gjitha anët. Kur vjen akşami 5 zollët, a ke e bukë ta amur në zi që është boj, për t'lip s'kom dala s'kom dhe, jo ma këtë se këtë. Në zi që është boj, jo me ti callë, burri edhe une. Zdej ku të shkoj. E shikoj babën tuj qa, im shef lotet mos me ba, shpejti hidhem për qafim, shumë të dua babi. Ndërsa tek fëmijët nuk mungojnë ëndrat fëmijërore, ata lakmojnë fëmijët e tjerë gjatë festave apo gjatë kohës që dalin nga shitoret me qeset plot. Dhe këto pamje, për 2 voglushët e familjes Shahini, mund të jenë vetëm një ëndër e dëshiruar, por jo edhe realitet. Për bajram shumë kam marra, si fëmijë tjerë me dalë soka, veç prej dere i shikoj, qoj me lote dhe lakmo. Djali 6 vjeçar tani më duaj të përfundonte gjysmë vjetorin e parë të vitit të parë shkollor, të cilin ai as pak nuk e filloi, dhe kjo për shkak se nëna nuk kishte asnjë palë tesha t'i blente. Ai u shpreson se për vitin e ri shkollor du buzëqesh fati dhe fëmijët e tyre ta shijojnë gëzimin e uljes në bankat shkollore. Por këtë ata nuk do të munden të arrijnë vetëm pa ndihmën e njerëzve bëmirës që kanë mundësi t'u zbusin brengat kësaj familjeje. Çfarë kërkoni ju për njerëzve? Kërkoj për njerëzve që më vdesim, udhnave. E në kushon e anë, ta mendoje se nuk rejet. E kushon bab, ta mendoje se që shdojnë fëmeja. Njëri është 6 vjet, njëri është 5 vjet. Më të matë ka ndërmjet. Armente në Almer. A shkon në shkollë ti? Se i ka 6 vjet, ha? Po, më nuk e shtejta, se s'kisha mundë cejta shtej në shkollë. Nën asnjëherë nuk i gëzohet vdekjes së fëmijës, por kjo nën për vajzën e vogël që i vdiq, thot se Zoti e pa që s'kishte mundësi të dalë në krye edhe me të. Kisha në një coca më vdiq, se s'kisha. Ishte vogël? 5 muj. E në s'kisha, po e në Zoti e pa se s'kisha. E në ma murë. Në netët e ftohta dimrore, këta trupa të vegjël nuk i rezistojnë dot të ftohtit, por nëna kujdese që t'i mbuloj mirë sepse drunj për ngrohje nuk kanë. Që vina akşami s'kam, frigideret janë shmrasë, t'i kom fek. Struja ven, unë s'kam t'a pagoj. Po dru, a keni dru? As dru nuk kam, që e shefnja. A kur ven nata, i mbloj callët meri vesh i merë, që është dhone. Prej se ridhan ke dunja, baba ishte fukara, her pa hanger, her pa pi, më shkoj mu kjo femiri.
Të gjithë ata që dëshirojnë të solidarizohen me këtë familje, le të kontaktojnë direkt me ta në numrin 071 655 428.